Këtë hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi alayhis salam e bie si shembull 7 mëkatet shumë të mëdha, domethënë, që janë shkatruese faktikisht për vepruesin e tyre, që janë shumë të mëdha. Domethënë hynë le që janë prej mëkateve të mëdha, po janë në listë shumë nalt. Në listën e mëkateve të mëdha, këto 7 që i përmend pejgamberi alayhis salam janë shumë lart në listë. Mirë, po kjo nuk është për kufizimi këtyre mëkateve. Nuk po thot pejgamberi alayhis salam mëkatet e mëdha janë vetëm këto që ti përkufizoj. Dhe Ibn Abbasi radiallahu anhu, që është prej sahabëve dhe djali i xhaxhait pejgamberit alayhis salam, kur është pyetur për këtë hadith dhe të ngjajshëm ku përmenden 7, domethënë mëkate të mëdha, është pyetur sa kufizohen mëkatet e mëdha me 7, a janë vetëm 7? Ibn Abbasi ka thënë jo, ata janë më afër 70-s se sa 7-s. Ka thonë si kur thoje se janë 70, do të ishe më afër të vërtetës se sa nëse thua 7. Po i thot, kjo hadith i tregon disa prej tyre, i potencon pra ato që janë më të rrezikshme prej tyre. Nuk do të thonë se vetëm me kaq përkufizohen, sepse ne e dimë se ka edhe mëkate tjera të cilët nuk u përmendën këtë hadith dhe e dimë sigurt se janë mëkate të mëdha. Andaj themi se mëkatet e mëdha nuk përkufizohen me këtë hadith, dhe siç ka thënë Ibn Abbasi, ato janë më afër 70-s se sa 7-s. Domethënë ka edhe mëkate të mëdha tjera. Mirë, po këto që i përmend pejgamberi alayhis salam këtë hadith, padyshim se këto janë ndër më të këqijat dhe janë të parat në listën e mëkateve të mëdha.